Kanë ardhur në zyrën time për të më uruar mandatin e ministrës. Kur e hapi derën e zyrës sime, pash që ishte edhe një person tjetër, së bashku me Kujtim Munishin. Ky person më është prezantuar si Zejnullah Gashi. Kallxo.com ka zbardhur një deklaratë të ish ministrës së drejtësisë Albulena Haxhiu, në të cilën ajo fliste për prezencën e prokurorëve dhe kryeprokurorëve në zyrën e saj. Denoncimi tregonte se kryeprokurori i Prishtinës Zejnullah Gashi kishte shkuar në zyrën e Haxhiut për të diskutuar një rast korrupsioni. Bashkë me Gashi në këtë rast u denoncua edhe ish kryeprokurori i Prishtinës Kujtim Munishi dhe ish kryesuesi i KPK-s Jetish Maloku. 2 ditë pas publikimit të këtij hulumtimi, Kallxo ka kontaktuar mekanizmin më të lartë përgjegjës për disiplinimin e prokurorëve, Këshillin Prokurorial të Kosovës. Antari i KPK-s Dardan Vuniqi ka thënë se nuk është në dieni se është diskutuar apo ka pasur ndonjë vendim. Mirë po, ka premtuar se do angazhohet për të kuptuar se ku ka mbetur ky rast. Nderuam për zotën në poshtë emisionin e juaj, nuk është që fose dajna informacion, po drejtohet përmes zyrës të mediave dhe na pastaj i shohëm edhe emailat edhe pjesën tjetër. Po mund të informuam me zonën nëse personalisht me pa që shëndron situatën. Antari tjetër i KPK-s Milot Krasniqi theksoi po ashtu se për 2 vite sa ai është antar i KPK-s nuk ka munguar në asnjë mbledhje dhe asnjëherë nuk është përmendur ky rast. Unë e din se nuk është trajtuar që jam që 2 vjet, se shtikam që jam këshill, e di që nuk është trajtuar në këshill, domethënë nuk është adresuar prej autoriteteve kompetente sipas ligjit. Në çdo mbledhje ku marr pjesë, po nuk ka qenë asnjëherë garanti. Tash se si kanë pjesë edhe ku nuk e di. Antarja tjetër e Këshillit Prokurorial, prokuroria Elza Bajrami Kastrati, e cila është prokurore në Prokurorinë e Prishtinës, nuk ka dashur të komentoj, por na ka sugjeruar që t'i dërgojmë pyetje me shkrim zyrës për media të KPK-s. Në nuk më i me dhonë përgjigje, pa i pas pyetjet me shkrim. Kështu që të flut nga drejtoju zyrës për media, që është për komunikim me publikun e Këshillit Prokurorial, edhe na ju japet sqarimet e nevojshme. Po para 8 vite nderuam ku më shkruajt, po s'u nga kthy përgjigje. Po në rregull, tash mundesh me përsërit prapë kërkesën edhe patjetër që dikush të kthen përgjigje. Edhe antari tjetër, U2 i kryeprokurorit të shtetit Agron Qala na ka thënë se nga verifikimi i evidencave në zyrën e kryeprokurorit të shtetit, nuk ka gjetur se ka pasur raste hapur, ndërsa sa i përket KPK-s nuk ka detaje. Vetë më shumë nuk di, unë atë përgjigje që kom posta kom çu, po evidenca. Por ka më shumë nuk jam i njëjtë. 2 ditë më parë kemi publikuar të plot denoncimin e ish ministrës Haxhiu në Policinë e Kosovës, e cila ka përmendur 3 prokurorë me pozita drejtuese në prokurori e KPK, se kanë tentuar të diskutojnë raste specifike me të, e duke kërkuar favore nga ajo, po ju ftoj me ndjek komplet hulumtimin në minutat në vazhdim. Në shumë raporte ndërkombëtare për sistemin e drejtësisë janë konstatuar tentativa për ndikim politik në prokurorinë e shtetit. E më interesantja është tentativa të prokurorëve për të koketuar me politikanët. Në një dosje të hartuar nga Policia e Kosovës, e cila është dorëzuar në Prokurorinë Speciale, pretendon që 3 nga krerët e prokurorisë zhvillojnë kontakte jo procedurale me ish-ministrin e drejtësisë Albulena Haxhiu. Dosjen të cilën e ka siguruar Kallxo.com shpërfaq një rast të paprecedent ku kryeprokurori i Prishtinës Zejnullah Gashi kishte shkuar pa ftuar në zyrët e ministrës Haxhiu për t'ju arsyetuar asaj për hetimet që Gashi po i bënte në një rast të dyshuar të korrupsionit. Përpos Gashit, dosja përfshin edhe akter të tjerë të rasteve të tjera, përfshir ish kryesuesin e KPK-s Jetish Malokun. Ish-ministre e drejtësisë Albulena Haxhiu ishte marrë në pyetjen e Policinë e Kosovës me datë 22 dhe 23 korrekt 2024. Ajo në deklaratë kishte përshkruar veprimet që kryeprokurori Gashi i kishte ndërmarrë. Të ngjarja sipas deklaratës së Haxhiut lidhet me hetimin për ish-kreun e sekretariatit të KPK-s Lavdim Krasniqi, i cili ishte hetuar nga kryeprokurori Gashi për dyshimet për korrupsion. Deklarata e Haxhiut edhe në polici kishte sqaruar se Gashi kishte shkuar pa paralajmërim në zyrën e saj për t'i sqaruar ministrës se Krasniqi nuk kishte duke u hetuar për hakmarrje politike. Në deklaratë përshkruhet edhe mënyra se si Gashi ishte futur në zyrët e ministrës pa paralajmërim. Ja çka kishte thënë ministri Haxhiu në deklaratën në polici.
Rasti I parë është diku në muajin mars apo prill 2021. Ish kryeprokurori I prokurorisë themelore të Prishtinës, zotri Kujtim Munishi, dhe një prokuror tash kryeprokurori I Prishtinës, Zejnullah Gashi, kanë ardhur në zyrën time për të më uruar mandatin e ministrës. Unë nuk kam qenë e njoftuar që zotri Kujtim Munishi do të vijë me dikë tjetër, mirë po kur e hapi derën e zyrës sime, pash që ishte edhe një person tjetër, së bashku me Kujtim Munishin. Ky person më është prezantuar si Zejnullah Gashi. Zotri Kujtim Munishi më tha, po citoj: "Ministre, isha në korridor në prokurori më pa Zejna, më pyeti ku po shkon, I thash jam duke shkuar me ja uru ministrës mandatin. Më tha pritëm se po vije dhonë." Pra sipas deklaratës së ish ministrës Haxhiu në polici, Gashi kishte shkuar në zyrën e saj pa paralajmërim, ndërsa pas pak qastesh ishte zbardhur edhe qëllimi I prezencës së Gashit në zyrat e ministrisë. Ja si e përshkruan Haxhiu në deklaratën e dhënë në mbetim qëllimin e takimit. Dhe pas kësaj, kur e ka marrë fjalën Zejnullah Gashi, ka pasur diçka në prerin e tij, më tha: "Ministre, dua të sqaroj një situatë dhe ka hapur një dosje dhe ka deklaruar se kam dëgjuar thashë theme se Lavdim Krasniqi është duke u ndjekur penalisht për inatin të juajin, timin në këtë rast. Por këtë nuk e kam për inatin tënd, unë e kam ndaluar këtë bisedë dhe I kam thënë se nuk është punë e imja, as nuk më intereson çka flitet, edhe po të ishte burri im, vëllai im, nuk do të isha marrë me këtë çështje." Aty Zejnullah Gashi ka ndërprer bisedën. Kryeprokurori Kujtim Munishi, mbikëqyrësi I tij, për asnjë moment nuk ja ka tërheq vërejtjen. Kjo deklarate Haxhiu tregon se një prokuror, në këtë rast Zejnullah Gashi, I cili më pas do të bëj kryeprokuror, dhe shefi I tij Kujtim Munishi, në atë kohë kryeprokurori I Prishtinës, shkuan në zyret e ministrës për të dhënë shpjegime për dosjet e korrupsionit. Haxhiu në deklaratë përshkruan se nuk I ka ftuar protagonistët në zyre, po ata vullnetarisht kishin shkuar për ta bërë këtë gjë. Për disa javë kam tentuar me marrë përgjigje për të sqaruar këtë situatë. Prej asaj që dim, prokurorëve nuk u lejohet me shku me diskutu me politikan për raste konkrete, sidomos jo për raste të korrupsionit. Sipas procedurave, në situatat e tilla do duhet të aktivizohen procedura disiplinore. Prezent në këtë rast ku është tentuar të hapet dosja e korrupsionit para politikanëve ka qenë Kujtim Munishi, kryeprokurori I Prishtinës. Munishin e kam telefonuar dhe kam tentuar edhe me I marrë përgjigje me shkrim për të sqaruar nëse ai e konsideron këtë rast si jo të rregullt dhe shkelje të etikës së prokurorit. Zotri Munishi, përshëndetje. Përshëndetje. Jam Behar Mustafa, gazetari kallxo.com. Thirra në lidhje me një deklaratë të ministrës, ish ministrës drejtësisë Albulena Haxhiu, që po thotë se ju keni qenë, ja keni bërë për hajër detyrën bashkë me Zejnullah Gashin. Edhe aty e keni diskutu edhe punën e ish shefit ose... Kom përgjigje të ru, faleminderit. Në sekondat e parë kur e kupton se për çka po bëj fjalë, Kujtim Munishi e mbylli telefonin dhe nuk pranon të përgjigjet. Pa përgjigje në situatë është edhe tash kryeprokurori I Prishtinës. Për rreth 2 javë kam tentuar që me marrë në telefon dhe me I marrë përgjigje me shkrim. E madje edhe e kam prit para prokurorisë, por Zejnullah Gashi, tash kryeprokurori I Prishtinës, nuk ka pranuar me sqaru situatën, ku ai shkon në dosje të korrupsionit për t'i dhënë llogari ish ministrës së drejtësisë Albulena Haxhiu, e cila pas këtij veprimi, të jemi të qartë, e kishte denoncuar Gashin në polici. Takim smëni me pas se s'është kryeprokurori këto, edhe prit në emailën zyrtare, plus ju njoftojna përmes emailës. Edhe sot, masi kanë kalu 2 javë prej ditës kur unë kam kontaktu me kryeprokurorin Zejnullah Gashi, ati I kumë shu email, kumë fol në telefon me ta, prap nuk po na vlejohet takimi dhe s'po kena mundësi me taku me pyet se pse ka qenë te ish ministra e drejtësisë Albulena Haxhiu. Gashi nuk pranon me fol, ndërsa leximi I deklaratës së ministrës Haxhiu tregon edhe detajet e tjera. Ajo kishte dëshmuar në polici se ditën kur kishte ndodhur takimi, Gashi kishte ndërmarrë veprime konkrete në lëndën e Lavdim Krasniqit. Thënë më mirë, Gashi kishte ndërmarrë veprime me ndërprer paraburgimin Lavdim Krasniqit. Pas këtij takimi, pas rreth 2 ore, në portale kam lexuar se Lavdim Krasniqit I është ndërprer masa paraburgimit me kërkesë të prokurorit Zejnullah Gashi. Për këtë gjë unë së bashku me zëvendës ministrin Blerim Sallau jemi shqetësuar pasi për të njëjtin person, Lavdim Krasniqi, është tentuar të bisedohet në zyrën time dhe vetëm pas pak kohe del në portale se I heket masa e caktuar nga gjykata, ku pas një kohe kemi kuptuar se kjo masë I është tërhequr pikërisht me kërkesë të prokurorit.
Ushtrusja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu, e cila e kishte dhënë këtë deklaratë në kohën kur ishte ministre e drejtësisë, i ka konfirmuar ekipit tonë përmbajtjen dhe ka thënë se nuk është në dieni se çka tutje ka ndodhur me denoncimin e saj. Por për publikun duhet ta sqarojmë se pse Gashi i shkoi Haxhiut pikërisht me lëndën e Lavdim Krasniqit. Ish drejtori i sekretariatit që po përballet me një proces gjyqësor e ka prerë nga fshati i njëjtë me burrin e Albulena Haxhiut, Alban Krasniqin. Në prokurorinë speciale konfirmojnë se deklarata e Haxhiut ishte dhënë, mirë po prokurori i rastit nuk ishte gjetur elemente penale. Lidhur me çështjen për cilën keni adresuar pyetje, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ju njofton se janë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore në kohë, në përputhje me procedurat ligjore në fuqi. Pas analizimit të informatave dhe provave të grumbulluara lidhur me rastin, nuk është konstatuar bazë apo dyshim i arsyeshëm për fillimin e hetimeve penale, andaj rasti është mbyllur. Shikus të nderuar, nëse ky rast nuk ishte dimension penal, diskutimi i lëndës me politikanin trajtohet në kod të etikës së prokurorëve. Por në këtë rast, për kryeprokurorin Gashi, prej asaj që kemi kuptuar deri me tani, nuk ka pasur ndonjë hetim për shkeljet e etikës. Ndërkaq lidhur me veprimet që mund të përbëjnë shkeljet disiplinore, është njoftuar autoriteti kompetent, përkatësisht Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të shtetit, për trajtim të metutjeshëm që është në kompetencë të tyre. Por ne jemi kthyer edhe një herë dhe i kemi kërkuar sqarime zyrës së kryeprokurorit të shtetit, të cilët kanë konfirmuar se nuk ka rast të hapur rreth këtyre pretendimeve. Ju shkruajmë në emër të ushtruesit detyrës kryeprokurorit të shtetit Agron Çalaj, lidhur me çështjen për cilën keni pyetur, ju njoftojmë se në bazë të evidencave tona të verifikuara, nuk figuron që të jetë zhvilluar ndonjë procedurë disiplinore. Kryeprokurori Gashi ka heshtur në vazhdimsi në pyetjet tona për ta sqaruar këtë situatë. Për t'i shkuar deri në fund ngjarjes, ne kemi biseduar edhe me Lavdim Krasniqin, dosja e të cilit shkoi në zyret e ministres e bartur nga prokurori i lëndës. S'kam pas asnjëherë asnjë informacion për këtë punë, të paktën as zyrtarisht as kështu. Nuk e di, ai ka qenë prokurori i nëse ai ka shku edhe mu shfaqsu ose ka diskutu gjonat kompetenca të punëve të cilat ju ka hy, ai është i tregus, po nuk po di ç'është me komentu se nuk kam marrë asnjëherë në pyetje zyrtare, se nuk kam dëgju asnjëherë që ai ka shku edhe ka diskutu këtë rast, pse ka diskutu. Më dhënë të report e dëgjojnë që të furë, po nëse veç është e vërtet që ka diskutu, atëherë nuk e di ma të qartë ma qysh me pas pozicionin e tij, cili nuk onaj si prokuror me shku të ministre me diskutu, ose e prurët e tij që të kanë ditë e s'kanë morë masa, do më dhënë që të merë. Atëherë aje ka ditë për qa po shkanë, aje kone e prurët e tij, po aje se ka pas veç e prurët, aje ka pas edhe e prurët tjerë. E ka pas prokurorin kryeprokurorin e shtetit, e ka pas këshillin që organ që e ka pikëqyr ato si kryeprokuror e këto si prokuror. Nëse kjo ka ndodhur, ata janë konë dyeni e s'kanë marrë masa, pa hyrë këtë pjesën që ka të bëjë me hetimet e gjona tjera, kjo është nuk e di që janë gjitë amin, veç shkelje qoftë etike, qoftë natyra tjera. Ish ministre e drejtësisë Albulena Haxhiu në një intervistë në televizionin Dugaxhini kishte përmendur që prokurorët të caktuar i kishin shkuar në zyrë për të marrë vesh për punë të caktuara. A mendon ti që unë nuk kam pas raste kur prokurorë gjyqtar më kanë qenë fjalë që për takim me u marrë vesh disi? Për një çështje. Jo, përgjigjja është jo, nuk funksionon kështu ne. Në këtë intervistë ministrja nuk ishte përmendur emra, por pas denoncimit publik Haxhiu i kishte hapur letrat. Në një hetim të autorizuar nga Prokuroria Speciale, në dosja ekspozon kryeprokurorin e Prishtinës Zejnullah Gashin si person që i shkoi në zyre me një lëndë të korrupsionit të ngritur ndaj një bashkëfshatari të burrit të ministres. Haxhiu, e cila denoncoi prokurorin, përshkruan se nuk kishte pranuar të diskutoj për rastin dhe kishte kërkuar ndërmarrjen e masa ndaj kësaj sjellje të prokurorit Gashi. Pas kësaj deklarate, sistemi prokurorial nuk kishte marrë asnjë masë, të paktën kështu na kanë konfirmuar nga zyra e prokurorit të shtetit. Në po të njëjtin rast, ish ministri Haxhiu kishte denoncuar edhe figura tjera të rëndësishme të sistemit të drejtësisë. Ish kryesuesi i Këshillit Prokurorial Jetish Maloku i ishte afruar asaj në një rast
për të diskutuar aplikimin e djalit të tij për noter. Po ashtu është edhe një rast tjetër në muajin korrekt 2023, ka qenë një konferencë për reformën në drejtësi, prezantimi i raporteve preliminare, kur prokurori Jetish Maloku, në kohën sa ishte kryesues i Këshillit Prokurorial, në një event më ka përmendur: "Djali im është për noter, me mujt me bo noter, i pash antar të komisionit dhe nuk e njihsha kërkon. I kam thënë mos ma përmend, pikërisht ky ka qenë qëllimi për zgjedhjes së komisionit, që ata të mos njihen, nuk di më asgjë për djalin e tij." Edhe në këtë situatë, figura e rëndësishme e sistemit të drejtësisë Jetish Maloku nuk ka pranuar të japë asnjë sqarim për të sqaruar këtë situatë. Ai nuk është përgjigjur në telefon e as nuk ka kthyer përgjigje në email. As aktorët e tjerë të prokurorisë, të cilët ishin në atë kohë në sistem, nuk janë përgjigjur po ashtu për të sqaruar këtë situatë, ku njerëz të prokurorisë kanë tentuar të diskutojnë raste individuale me ish-ministrin e drejtësisë.